Domethënë, kështu që shteti nuk është se nuk po ju jep të ardhura më, po ju jep, vetëm domethënë po kontrollohen më shumë dhe të flasim prap në rastin e një viti më përpara ka qenë kur një person i sapo ardhur përfitonte nga një inshurencë shumë fantastike që quhen Medicare Advantage, plane Medicare Advantage, që dhe unë me ato lloj planesh punoj. Automatikisht ky person mund ta kualifikoje për masa standard me të ardhurat të limituara që ata kishin dhe mund të përfitonin këtë planin që quhet Medicare Advantage. Dhe ky plan ofron, ose shumica e këtyre planeve pak a shumë ofrojnë doktorat janë të mbuluar 100%, farmacinë dhe që ja u sillin nëpër shtëpira ilaçet janë të mbuluara 100%, kishin syzet, kishin shërbimin e kolistit deri në $300-400, $500 në vit që mund të bënin syze të reja, kishin shërbimin dentar 100% falas, plus edhe implante të shumta, makinën e vetë shërbimit që mund t'i merrte si tip Uber, i merr i çon tek doktori, ke farmacia, të tash ofronin dhe një shumë monetare për muaj shumica e inshurencave Medicare Advantage që personi o të blinte ushqime ose të paguante një faturë mujore, paguanin shumë për familjarët e tyre që të kujdeseshin për këta pacientë. Kështu që kishte një benefit të papar dhe ky benefit është akoma tani, por ky benefit është për personat që kualifikohen për Medicare A dhe B dhe masa standard. Vitin e parë, nëse një person sa kishte ardhur në Amerikë, pra e tham, duhet të kishe që të kualifikohesh për Medicare A dhe B, duhet të kesh më shumë se 5 vjet në Amerikë ose të jesh në shtetas amerikan. Një vit më përpara, ky nuk ishte problemi. Ky, domethënë njerëzit mund të vinin nga Shqipëria në çdo moment dhe mund të kualifikoheshin për këto benefite. Tani thjesht duhet të presin gjersa të bëhen shtetas amerikan ose 5 vjet në Amerikë. Por ky benefit nuk e fitojnë më, por normale do fitojnë masë standardin ose masë limitin. Nuk do ngelen asnjëherë pa një inshurencë. Pyetje tjetër. Shumica e shqiptarëve që ti jenë kontakt dhe të kontaktojnë për të kërkuar ndihmë, a preferojnë t'i çojnë prindrit të moshuarit, sidomos kur janë në gjendje të rënduar dhe kanë nevojë për kujdes 24 orë, 7 ditë në javë, ndërkohë që fëmijët e tyre punojnë, nuk është se janë gjithkohën të angazhuar me punë, ndoshta edhe nuk kanë mundësi t'u japin ndihmën që prindrit e tyre të moshuar mund të kenë nevojë. Preferojnë t'i çojnë nëpër azile, nëse u jepet kjo mundësi dhe i kanë planet e sigurimit për cilët ne diskutuam, apo t'i mbajnë në shtëpi dhe të kërkojnë ndihmë edhe përmes sigurimeve që mbulon një pjesë të kësaj ndihme dhe t'i mbajnë në shtëpitë e tyre. Si është më së shumti nëse bën një balancë nga kontaktet që ti ke? Tani nëse bëj një balancë, i preferon që t'i mbajnë më shumë në shtëpi dhe ju bëj thirrje që nuk është mos e lodhni veten në një mënyrë që domethënë të jo ta urreni personin që ju po kujdeseni, por domethënë që të mos keni aq më keqardhje për ta, sepse normale kur një person ka nevojë 24 orë shërbim, familjarët të gjithë janë të përkushtuar ndaj atij personi dhe fillon lodhja, fillon acarimi, fillon shumë gjëra, edhe kujdesi nuk do jetë më 100% siç ka qenë, se dhe shumica e shqiptarëve këtu pothuajse punojnë. Plus pastaj është edhe ai turpi, çfarë do thotë shqiptari, jo kjo e çovi në nursing home dhe ja u them me plot bindje që mos dëgjoni shumicën e fjalëve, sepse ka shumë raste. Ka dhe raste pastaj Ilva që thjesht më marrin telefon dhe thon nuk mundem ta përballoj dot, babi im është me Alzheimer, me demenca, ai merr rrugët kur unë nuk jam në shtëpi, ai mund të bjerë nga shkallët. Dhe unë po them që shteti i Massachusetts është çik, domethënë anon nga mbajtja në shtëpi, por kanë filluar dhe po shoh shumë veta tani që po e preferojnë këtë lloj sistemi tani, zgjidhjeja që ti marrin edhe ti çojnë në një shtëpi të moshuar, sepse ajo është zgjidhja më e mirë dhe për ata dhe për pacientin vet. Kështu që po shoh një ngritje tani që njerëzit vërtet pa e kuptojnë që është koha, sado dashuria është atje, nuk po themi që një person nuk e do, por është mënyra e jetesës në Amerikë që jo të gjithë e përballojnë dhe ta mirëmbajnë një person siç duhet në shtëpi. Një person i moshuar që ka paralizë apo ka
pamundësi lëvizje, është edhe pamundur që në një ambient varg ku jetojnë gjithë secili. Pra janë rrethana ke shumë të drejtë, janë rrethana shumë specifike për secilin familje, për secilin rast, por do ishte mirë që mentalitetin e prapambetur që e dërgoi prindin në azil ta kenë lënë në Shqipëri, mos ta marrin me vete edhe në Massachusetts. Por gjithsesi zgjedhjet janë personale në fund, janë të kuptueshme. Çfarë janë food stamps? Un kam dëgjuar shumë edhe në lajme këtu, u fol shumë para ca kohësh këtë për snaps. Kush ka të drejtë për të i përfituar dhe si aplikohet për të marrë një food stamp? Food stamps është një program ushqimor që ju ofrohet personave me të ardhurat të limituara. Kjo nuk ka limit moshe. Fëmijët e përfitojnë nëse prindit janë me të ardhurat limituara, të moshuarit, persona, domethënë të rinj, të gjitha fitojnë këtë program nëse të ardhurat tuaja të ardhurat e tyre janë të limituara, normale. Ka gjithmonë një limit. Dhe paka shumë kjo punon si ju jepet një kartë si kartë krediti dhe me atë kartë kanë të drejtë që të vënë të blenë ushqime në shumicën e supermarketeve në Massachusetts. Është një ndihmë e madhe sociale, vërtet. Po. Administrata aktuale në Shtetet Bashkuara të Amerikës publikoi një listë disa muaj më parë me 75 vende ku Shqipëria ishte përmendur në vendet e renditur lart në fakt për qytetarët shqiptar që jetojnë në Amerikë dhe që përfitojnë ndihmë sociale, siç është edhe food stamps, një prej tyre. Ishte pak shokuese për një pjesë të opinionit se si ka mundësi që shqiptarët janë atje. A janë realisht shqiptar në gjykimin tënd dhe me aq sa ti njeh, janë ata që vërtet kanë nevojë apo ka pasur për shkak edhe të lehtësimit të mënyrës se si funksiononte më përpara administrata, ka qenë më e lehtë edhe nëse nuk të takonte ndoshta që të aplikojë edhe ta merrje, apo vërtet e kanë marrë vetëm ata që kanë pas nevojë? Ilva, unë shoh komunitete shumë të ndryshme në Amerikë dhe përballen për ditë me këtë lloj. Dua të them sinqerisht që shqiptarët ne jemi si racë që nuk e shfrytëzojmë shtetin amerikan. Nuk kam parë një shfrytëzim në maksimum. Ata persona që vërtet ka nevojë për këtë ndihmë e përfitojnë. Po shumica e shqiptarëve ne i shikojmë që janë në për biznese, janë bërë shumë të suksesshëm në komunitetin tonë dhe unë po flas vetëm për Massachusetts. Nuk kam parë ndonjë person që ta ketë shfrytëzuar këtë sistem në maksimum. Shumica që e shfrytëzojnë këtë sistem janë gjithmonë të moshuarit. Normale, pyll pa dera nuk ka, mund të ndodhi edhe 1-2, por mu duk pak e çuditshme që ne si shqiptar, domethënë e kemi shfrytëzuar këtë, nuk kam parë shumë shfrytëzim. Jo, vërtet ata që kanë pasur nevojë, vërtet e kanë përfituar. Shqiptarë shumica janë business owners, janë shumë, kanë aftësi të papara dhe më qeshet me vajzën time të vogël që e kam lindur këtu, thot, mami, kudo që vete në tërë zyra që ne vem, ka vetëm shqiptar në zyra dentiste, shqiptara në për banka që janë bërë, domethënë janë bërë big me poste shumë të larta, ose doktora, ose avokat, nuk jam. Për të parë intervistat e plota të Ilva Tare Talks, sigurohuni të bëni subscribe, abonohuni në kanalin e YouTube dhe qëndroni të përditësuar për episode të reja çdo javë.